Nisim. Përshëndetje të gjithëve. Po ju sugjeroja të gjeni telefon. Ju kërkoj ndjes. Jo, shiko, telefonat mund t'i përdorni nëse doni të bëni foto dhe t'i jeni në rrjetet sociale. Po, na supportoni në rrjetet sociale. Përshëndetje, fillimisht do bëj një prezantim të shkurtër. Unë jam njëra nga anisat që jemi bashkë organizuese të eventit. Jam Anisa Begaj së bashku me Anisa Selimin, po ashtu edhe me Jezuela Gekën që nuk e kemi këtu sot. Merremi me organizimin e eventeve në kuadër të komunitetit të Business Central në Shqipëri. Ky komunitet u krijua para një viti me qëllimin që të mbledhin të gjithë profesionistët në lidhje me këtë produkt të Microsoftit. Deri më tani ne kemi bërë disa evente, të gjitha i kemi organizuar në TechSpace në bashkëpunim me të. Dhe jemi shumë të lumtur me pjesëmarrjen aktive, qoftë edhe në evente, po ashtu edhe në grupin ton në LinkedIn. Nëse nuk i keni bërë ende follow ose connect ose të kërkoni të bëni request që t'jeni member, ju ftoj që ta bëni, sepse në këtë grup ne po ashtu postojmë edhe informacione të ndryshme nga releaset e reja të Business Central, po ashtu edhe tips and tricks ose informacione të tjera që janë të lidhura me këtë produkt. Që mos ta ngatrojmë, komuniteti jon ka të bëjë me Business Central, se po ashtu edhe Betimi ka një komunitet tjetër me Power Apps-at dhe ky event sot është një formë bashkëpunimi të këtyre dy produkteve të Microsoftit. Thënë kjo, ju falenderoj të gjithëve që keni ardhur sot, se e di që shumica kanë ardhur direkt pas punës. Falenderoj për pjesëmarrjen tuaj, po ashtu falenderoj edhe dy pjesëmarrësit tonë aktiv që kanë ardhur nga Akshi. Ata besoj do prezantohen vetë më vonë. Dhe po ashtu ju prezantoj me Betim Bejen, që është speakeri kryesor sot, i cili do flasi në lidhje me temën si të krijoni një aplikacion low code për Business Central. Për më tej mund të vazhdoni me Betimin. Përshëndetje. Për çfarë do flasim sot, domethënë? Do prezantohem unë si fillim, do pas pak, dhe u flas pak për ekosistemin e Microsoftit për bizneset. Do bëj një demonstrim të thjesht, sepse kjo ishte gjithë qëllimi, domethënë të shohim nga ana praktike sa lehtë që është të krijohen të aplikacionet edhe të integrohen produktet temi CRM dhe ERP e Microsoftit. Do ju ndaj disa materiale për të zhvilluar aftësitë juaja më tej, praktikisht, edhe do ju jap disa këshilla të fundit që i kam dhënë edhe te grupi im temi për platform User Group Albania. Ato janë thjesht për që jenë aktiv të komunitetit dhe të dhe pak më vonë. Si fillim, kush jam unë, domethënë? Më mirë kështu. Kam dhënë këtë gjë në blu, domethënë, unë jam që nga viti 2022 jam i pari shqiptar që ka marrë titullin nga Microsofti që quhet Most Valuable Professional. Është titull që jepet profesionistave të fushës që ndajnë njohuritë e tyre teknike praktikisht edhe ndihmojnë komunitetin me takime si ky ose me kod të ndarë në open source ose në forumet e Microsoftit, thjesht duke përgjigjur njerëzve për pyetje të ndryshme që mund të kenë për konfigurime, për problematika nga më ndryshme. Kam filluar të kodoj praktikisht në 2003, kur isha në gjimnaz, që i bie 22 vite. Kam një kompani që është këtu, prandaj e kam vendosur, dhe se kam është të drejtë sa të vendos kompaninë time, quhet Shko Online. Merremi me business applications, më saktësisht me pjesën e parë platform ose Dynamics 365, pjesën customer engagement, customer service. Më shumë kemi tregun me jashtë, sepse në Shqipëri është produkt pak i shtrenjtë themi për nevojat e tregut. Sjell shumë benefite, klientët jashtë
kanë përfituar shumë nga këto produkte, por që në Shqipëri akoma nuk ka arritur ajo kultura themi për të patur, për të investuar për të ardhmen të duhet. Dhe shikojnë më shumë koston se sa pjesën e return of investment, sa të ngelen në xhep në fund të ditës ose të vitit. Merrem shumë me pjesën e open source-it, do të thënë po të shkoni në GitHub-in tim, mund gjeni gjëra nga më ndryshme që publikoj, krijoj pak a shumë një gjë të re të veçantë çdo 2-3 muaj. Kështu që thjesht bëni aktiv dhe shikoni aty. Edhe ka shumë gjëra që mund të flas, po kemi ardhur për të folur për gjërat e tjera, që në për mua. Pra, kam këtë qefin që t'i vendos to relot që vendos aty, ja vendos edhe me QR code që keni mundësi të shikoni live po të doni. Ekosistemi, pse kam quajtur ekosistemi domethënë. Pika më e fortë e Microsoftit për pjesën e aplikacioneve të biznesit, por në përgjithësi për gjithë sistemet që krijon është duke qenë se është një nga prodhuesit e software themi që është i futur në çdo lloj fushë, domethënë si tek pjesa e serverave me Azure-in, si tek pjesa e aplikacioneve, aty ka nisur themi me Windows-in edhe me pjesën e Office, atë që është Microsoft 365 tani. Pjesën e aplikacioneve të biznesit ka nisur duke bler praktikisht zgjidhje të gatshme ose duke ndërtuar vetë për të konkuruar produkte të ngjashme, por po flasim për një ekosistem, domethënë çdo lloj fushë që ju mund të mendoni, Microsofti ka një variant të vetin të atij produkti, edhe ka edhe integrimet shumë të lehta ndërmjet produkteve të veta, që duke krahasuar me konkurrentët temi, për shembull pjesa e CRM-s, nuk është lider Microsofti, është lider Salesforce, por ato që zgjedhin Microsoft e zgjedhin sepse kanë Microsoft 365 pjesë të kompanisë edhe integrohen shumë lehtësisht në Power Platform që është pjesa e CRM-s e Microsoftit, edhe integrohen shumë lehtësisht në Azure që është pjesa e shërbimeve në cloud themi edhe servera virtuale dhe shumë gjëra tjera po e Microsoftit, edhe integrohen tani, domethënë po të shkoni këtu, do shikoni që nuk flitet më për aplikacione biznesi të thjeshta, po flitet për agentic AI, domethënë flitet për diçka që ju keni një ndihmës, themi, inteligjencë artificiale, që nuk është thjesht për bashkëbisedim, por është një aktor aktiv pjesë e proceseve të juaja që do ju ndihmoj që ju të arrini qëllimet e juaja pak më shpejt, themi, edhe me më pak mund nga ana juaj. Ka agent të ndryshëm që ka ndërtuar Microsofti, po të keni ndjekur pak pjesën e Microsoft Ignite, po mundohet që ti bëhet pak një bashkim të këtyre agjentëve, sepse ajo që bën zakonisht është jep një loader themi grupeve ndryshme të kompanisë, që secili mundohet të aplikojë atë teknologjinë e fundit edhe të re tek pjesa vetë e biznesit themi, tipit business applications kanë bërë agjentet e vet, customer service që është një degë e business applications ka bërë agjentet e vet, sales module prap nga ana e CRM-s ka bërë agjentet e vet, ERP-ja me Business Central ka bërë agjentet e vet. Tani duke qenë se u bën shumë agjentë dhe emrat Copilot for, Copilot XI, Sales Copilot bën pak shumë të ndryshëm, po mundohet të unifikoj të gjithë në Azure Foundry, basically. Edhe po mundohet të heqë edhe termin AI për treguar që nuk janë thjesht të varur tek OpenAI dhe ChatGPT, por janë bashkëpunëtor themi edhe janë klientët kryesor të shumë kompanive të ndryshme që kanë dhënë zgjidhje nga më ndryshmet në AI. Anthropic,
Çdo gjë praktikisht keni Microsoftin që është një nga partnerët, në qoftë se është për AI. Prap mund të rritë të flasë shumë për këto, po që nuk kemi për bërë shitje, që mund të lexoni sa të doni. Unë nuk I kam lexuar do të gjitha. Ajo që kemi ardhur sot është për pak të demonstrimi, domethënë. Do ju demonstroj një shembull. Ky kodi këtu është linku në GitHub praktikisht I kësaj zgjidhjes, që është si të ndërtojmë edhe një aplikacion që është me low code, është Canvas App praktikisht, që integrohet në Business Central. Këto dhënat që ju shikoni këtu janë direkt nga Business Central. Tabelat janë praktikisht customer, klientët, që kanë një flag që është e-stable. Edhe kemi edhe produktet që kanë një flag që është produkti restorantit, kemi për të shfaqur të ky aplikacioni që është Ford Coffee. Nuk e kam ndërtuar unë aplikacionin, e kam marrë gati nga Microsofti, që të kuptoni. Doja tregoj fillimisht në përdorim. Pra, këtu është telefoni im. Kjo është live kjo domethënë, nëse doni të klikoj diçka mund ta bëni, nuk është e regjistruar. Në përgjithësi bëj demo të gjitha live. Është mirë kur prishen gjërat që ti shikon çka ka. Edhe siç e pati ishin tavolina, kemi edhe produktet, kemi edhe kategori që mund t'i filtrojmë këto produkte. Nuk kisha kohë për të marrë imazhe për demon praktikisht për secili nga produktet, kam vendosur kompaninë time. Mund të bëjmë një porosi për shembull kafe ujë. Si kafe? Prisja verë. Jo. Jemi shqiptarë, nuk është. Edhe mund ta krijoj këtë porosin praktikisht tek tavolina. Një? Kjo praktikisht po ekzekuton, e kemi këtu akoma, do ta konfirmoj. Por kjo është, të dhënat janë në Business Central, edhe po përdorim konektorat nga Canvas App për të lexuar dhënat në Business Central, edhe për të shkruar dhëna në Business Central, prapë konektora, sepse janë edhe lexime dhe shkrim. Ama kemi nevojë edhe për të ekzekutuar disa funksionalitete, për shembull siç është mbyllje porosie, dërgoj edhe mbyllje porosie. Atë nuk mund ta bëjmë dot thjesht me konektorat e një Canvas App, edhe aty hyn në lojë para automatik, që është workflow automation edhe integration kemi engine i Microsoftit. Pra, qoftë unë bëj check-out, ky produkt do t'rregoj tani live që është regjistruar në instancën time test të Business Central. Si kemi krijuar këto gjëra? Praktikisht po të shkoni tek ai kodi që ndava më para që ishte në GitHub, kemi disa përmirësime temi të Business Central duke bërë me gjuhën AL, Application Language, që përdoret për Business Central. Pra po bëjmë extensionin që është pjesa e barit, që nuk është funksionalitet që na jep Business Central bazë. Edhe kemi krijuar dhe API-t, nuk do shkoj tek gjitha me detaj, domethënë thjesht po t'rregoj që është kjo pjesë e kodit. Ka krijuar dhe API-t për të bërë për të krijuar një kemi domethënë tavolinën, kemi edhe line items për porosi. 2 sekonda të gjejmë për kemi.
Do bëjmë edhe sendin e parë. Kam përdorur një kompani timi për demo që kam marrë nga CDX i Microsoftit. I kam instaluar extensionin duke marrë direkt nga GitHubi, nuk e kam bërë nga kodi, se për demo ishte rruga më e shkurtër praktikisht. Mund ta kisha publikuar edhe ashtu siç shpreha tregoja kodin nga Visual Studio Code, por që zgjodha rrugën më të thjeshtë sepse ajo ishte paketuar gati dhe testuar themi nga Microsoft. Më desh të konfiguroja pjesën e kompanisë themi të klientët. Kam një filter që është stable. Edhe kam konfiguruar pjesën e barit nga extensioni që i kam instaluar. Tani mund t'i them një klienti që ky është një tavolinë. Nuk është realisht një klient fundor, është thjesht një tavolinë që duhet shfaqet tek aplikacioni. Doja të bëja pjesën e ikonës më shfaqet e aplikacionit, po thjesht nuk kisha shumë kohë për ta përgatitur. Bëra gjysmën e punës, e kam vendosur në Business Central, po mund t'i shfaqin relativisht kollaj edhe në Canvas App. Thjesht më duhet të bëja një përmirësim të application language të ALE-ja Business Central, edhe atë nuk kisha kohë praktikisht të bëja atë procesin që të modifikoja kodin, ta përditsoja zgjidhjen dhe përditsoja edhe Canvas App. Është shumë kollaj e bëshme, domethënë, dhe është proces shumë i thjeshtë për një zhvillues. Plot twist unë jam zhvillues, që të kuptojmë. Kemi pastaj tek produktet e kompanisë tonë. Tek këto produkte të këtu. Items. Siç e shikoni, ka disa produkte që janë ato të demos të instaluar nga CDX, që është për furniture, për mobilje praktikisht, zyrash. Edhe janë këto produkte që unë kam dhënë logon e kompanisë time, që janë këto që po krijoja. Duhet konfiguroja disa gjëra që nuk ishin të specifikuara praktikisht e demoja, që nuk, për shembull, kategoria ishte me detyrim që të kishte mundësi të plotësonte të dhënat. Fillimisht i krijova produktet pa kategorie dhe nuk po më funksiononte demoja dhe mendoja kam bërë diçka gabim. Sepse shikon ato shenjat e kuqe të kodit. Mjafton t'i vendosësh këtë sold in restaurant, që është nga extensioni që kemi instaluar, edhe pastaj do shfaqet tek aplikacioni jonë Canvas App. Me siguri duhet t'i bëj Canvas Appit, duhet t'i bëj një përditësim. Një pyetje, se pash që kishe bërë customizime si te customer, si dhe te item, që janë specifikisht që ti t'i shfaqesh te aplikacioni. Po. Besoj që nuk është domosdoshmërisht e nevojshme ta bësh këtë gjë, se çdo customer edhe item që mund të jetë prezent në BC, ti mund ta integrosh direkt. Po, ai customizimi që ka bërë ai ndryshimi është ai nuk është një customer i vërtet, por është një tavolinë. Domethënë unë po e ndryshoj natyrën praktikisht. Ka një pyetje, pse s'e ke bërë tavolinë vetë atë? Një tabelë të ndryshme që është tavolina që ndoshta po themi nëse ta bësh extend më shumë të aplikacionit, dhe nëse do të duhet që le të themi të kemi topologjinë e tavolinave ose si janë të ndara në ambientin e biznesit tonë, të kemi të shfaqur apo janë renditje e tyre, tavolina 1, 2, 3. Tani tek Showline te kompania ime kemi bërë një produkt që është bar yll, që ka praktikisht këtë gjë të bërë custom, çdo gjë, që ka edhe vendosin e tavolinave, edhe porosit live, edhe mund vi klientit porosit çdo gjë vet. Ky shembulli që unë po ju tregoj, siç ju thash në fillim, është e ka marrë gati nga Microsoft, është një demo. Kështu që ka shumë vendime që kanë bërë ato tek dizajni që unë nuk i di pse. Mund të kthej dhe unë një përgjigje në lidhje me Business
Central, dhe ideja është që në fund fare besoj që ti do krijosh edhe një porosi në PC, pra nëpërmjet aplikacionit. Dhe ideja është që në Business Central ti gja e ke një customer, një tabelë për customer, po ashtu dhe për item, po ashtu dhe një tabelë për sales orderin që mban kokën e një fature plus itemet që janë në line. Dhe janë gjatë të bëra gati, janë në Business Central dhe ti i customizon ato, pra kur ti krijon një sales order, janë gjatë të lidhura me një customer dhe me një item plus informacione për price-et, apo për taksat, apo dhe shumë informacione të tjera që gjenden brenda tabelave standarde të Business Central. Modele për faturat që janë gati, për shembull, ose janë kollaj të konfigurueshme, ndërkohë që ti po bëre tabela komplet të reja, pastaj i humb gjitha ato funksionalitetet që ti kishe të gatshme. Dhe ti bësh këtu printon order për shumë printer të në momentin që ti ekzekuton atë porosinë aty. Mund ta bësh. Mund ta bësh. Kjo nuk e bën. Në momentin që krijon një sales order, ajo printohet në çfarëdo formati, edhe në. Normal me skenarin që jemi tek. Mirë, ideja është kjo teorikisht duhet të ishte që ti atë porosinë e ke në telefonin që është lidhur me Bluetooth, themi me një printer ose është lidhur në rrjet me një printer. Po merr në skenarin që në rastet kur klienti do të porosisë diçka që nuk e ka kuzhina, po marrim rastin e specifik, po shikoni. Këtu nuk është. Po ai që bëhet zakonisht vendos një produkt që është diçka speciale, edhe ti vendos detajet e produktit, ja lejon klientit ose kamarierit që vendos për shembull tek zgjidhja se unë zgjodha specifikisht pjesën e një restoranti sepse unë kam ndërtuar një aplikacion temi për të menaxhuar, nuk e kam futur në treg, por që i kam mirë menduar çdo detaj të si duhet bërë një aplikacion për restorantin. Edhe ajo që kishim neve tek Baryll është kishte një produkt që edhe çmimin e kishte variabël, edhe mund ta vendoste kamarieri praktikisht çmimin, sepse ti po e bën një kërkesë shumë të veçantë. Edhe detajet e çfarë do tek ai produkt i kishe në një text input, praktikisht që ti thua dua këtë gjë sepse nuk është në menu. Neve kishim menu të ndryshme për shembull, kishte menun e drekës, të darkës që t'ia shfaq klientit, ama kamarieri ka akses tek gjithë produktet që ka mundësi për të bërë restoranti. Edhe janë gjëra jashtë menuet ta quajmë, por që ato prap unë kuzhinierit nuk mund t'i them tani do më gatuash një ratatouille sepse duan klientët, ai thotë se kam bërë ndonjëherë, kështu që ti gjë që aftësitë që ka kuzhina jote i ke diku. Pastaj ke menun që ke zgjedhur, ke edhe menun që nuk e ke publikuar, por mund ta bësh me kërkesa të veçanta. Po, e kisha në sensin e komunikimit në kohë reale, për shembull me kuzhinën që një produkt ka mbaruar. Si shfaqet kjo në Kjo zgjidhja është shumë e thjeshtë, nuk i ka shumë nga këto gjëra. Në Business Central ju e keni, domethënë Business Central është ERP dhe është gjërat më bazike që bën është menaxhimi i stokut. Kështu që ato janë. Unë mund t'ja tregoj, po të hap. Pra, nëse do e kishim bërë vërtet shumë komplekse aplikacionin, një pjatë që ti po e shet, supozohet të ketë edhe komponentët, edhe produktet me të cilët ajo receta. Po të shosh të shembull. Dhe në momentin që ti e bën porosin, në Business Center ty të del që ti nuk ke inventar për një nga komponentët e kësaj recetës dhe automatikisht nuk e vazhdon dot procesin e sales orderit. Sigurisht, kompleksiteti i një aplikacioni të lidhur me BC-n është i gjerë, varet se çfarë do ti të mbash në atë aplikacion dhe çfarë do të menaxhosh. Ideja është për shembull këto e kam marrë gati si zgjidhje dhe nuk kam vendosur inventar negativ. Po, ka shkuar inventar negativ sepse nuk i kam vendosur gjëra limite themi që nuk mund të shkojnë negative dhe ma heq nga porosit ose të mos më lejoj ta shtoj një porosi sepse nuk kam gjendje. Ato bëhen kur është një produkt i mbaruar themi që është për tregun. Kjo është thjesht për një demo, kështu që për një demo thjesht duhet t'rregojmë kjo është databaza ta quajmë për produktin tonë që është në low-code. Edhe pse kjo nuk është një databazë, këto është një sistem i mirëfillt që ka logjika biznesi brenda. Edhe ajo që po bëj unë është nga telefoni, edhe ajo që po t'rregoj është realisht telefoni im, live. Unë po bëj gati porosin, jam kamarieri me palmarin edhe me telefonin tani.
më parë ishin palmarë. Ndërkohë që kjo që po shikojmë tani, që po ndajmë tani, është pjesa që ka financa, është pjesa e menaxhimit, nuk është pjesa operative e kamarierit. Tani qëllimi i këtij aplikacionit low code është që ti t'ia lehtësosh punën kamarierit, t'i japësh vetëm atë gjë që do të bëj, që duhet bëj në atë moment, edhe të mos ketë tërë kompleksitetin e proceseve që shikon financat. Ndërkohë që financat ri përdor këtë lloj aplikacioni, sepse ka nevojë për këtë kompleksitet që të zgjidhë proceset, sepse është pjesë e proceseve të punës këtë kompleksitet. Dikush duhet ta bëjë. Praktikisht i përdor aplikacionin që thjesht të bësh porosi dhe në momentin që bëhet self-orderi në Business Central, ajo nuk ka ndikuar asgjë fundi tjetër përveç se është thjesht si një draft aktualisht ku ti ke informacion për produktet që do shesësh në fund fare. Në momentin që ti e mbaron këtë proces, pra e poston atë self-order, ti ndikon komplet në aspektin financiar. Qoftë edhe te stoku, pra ndikon tek stoku, ndikon tek pjesa e financës, ndikon tek shitjet, ndikon tek taksat, ndikon kudo. Po për momentin ti krijon vetëm një self-order që qëndron draft në sistem deri në procesin final. Tani ideja është, neve duam ta ndërtojmë këtë sistemin që ishte një aplikacion mobile në këtë rast, për një proces caktuar të kompanisë tonë, edhe duke qenë se kjo krijohet shumë kollaj, ai që ndodh zakonisht është që brenda një kompanie shumë të madhe krijon me mira nga këto aplikacione, secili specifik për procese të ndryshme. Edhe po e ndërtojmë me këtë teknologjinë që quhet Canvas App, që është low code për neve. Domethënë quhet low code sepse kemi këto primitivat që janë ekranet ose pamjet e ndryshme, screens. Brenda një ekrani neve kemi këto komponentet e tjera që mund të jenë imazhe, mund kemi timer që të bëjë në veprim siç është kjo këtu, start loading. Kemi këto kontejnerat që të organizojnë pak pozicionimin e gjërave në ekran. Edhe kemi ose imazhe, ose inpute, ose butone. Domethënë, janë gjëra relativisht të thjeshta si koncepte. Pjesa e kodit, sepse deri këtu jemi tek no code. Thjesht po marrim drag and drop, po luajmë disa parametra themit metadata të këtij aplikacioni nga ana e properties, por nuk po shkruajmë kod. Tani pjesa që ne shkruajmë kod është për shembull çfarë duhet ndodhë në qoftë se unë dua të shtyp këtë butonin take order këtu. Se është loading screen. Pra në qoftë se unë dua të shtyp këtë take order. Se loading screen shfaqet për shumë pak kohë, pastaj vim te ky ekrani tjetër që është start screen. Në qoftë se unë do shtyp këtë, ka një funksion on select që ka gjë shumë thjesht po navigon te një faqe tjetër për ne. Tani, ajo që duhet të tregojmë është kjo pjesa që kjo gjua këtu është relativisht e thjeshtë, sepse është shumë e ngjashme me ato funksione që neve kemi në Excel. Edhe userët që ishin target themi Microsoftit kur ka krijuar këtë teknologji ishin pikërisht personat që kanë njohuritë mira në Excel, domethënë ai financieri që është mësuar të bëj makro në Excel për të zgjidhur gjitha hallet e kompanisë, sepse erdhi një pikë që kishte kompani tipit edhe gjatë Covidit, kishte qendra shëndetësore pafund që menaxhuan dhënat e gjithë klientëve, kush ka bërë vaksinat, kush nuk i ka bërë vaksinat në Excel. Edhe ndërkohë që domethënë kanë atë njohurinë bazë si të shkruajnë gjëra relativisht thjeshta. Edhe krijoi këtë gjuhën Power Effects që është një dialekt i Excelit, ta quajmë. Domethënë është shumë i ngjashëm me Excelin, ka disa gjëra më shumë, disa gjëra më pak. Prandaj është dialekt. Te primitivat e tjera që kemi në Canvas App janë të dhënat. Kemi konektora nga më të ndryshme, bazohet në atë që quhet Dataverse, pra Power Platform, është implementimi CRM i Microsoftit për aplikacionet e biznesit, dhe Canvas App
janë duke ekzekutuar mbi par platform, prandaj gjitha tabelat që neve kemi në Dataverse konsumohen shumë kollaj nga një kanal WhatsApp. Pa bërë asnjë lloj konfigurimi. Unë mund të marr gjitha accounts që janë kompani të ndryshme themi që kam në sistem, edhe të i konfiguroj për të bërë shtim të një rekordi një klienti të ri ta quajmë, ose modifikim dhënash ose çfarë do lloj nevoje kemi të proceset. Kemi për shembull shikim views, domethënë filtra të ndryshëm të paracaktuar të dhënat tona, edhe ato mund t'i përdorim shumë kollaj në një kanal WhatsApp pa e shkruar kodin ose atë filtrin nga e para. Thjesht e kemi në Dataverse, themi dua të përdorim filtrin e kompanive aktive, edhe kam vetëm kompanitë aktive tek ajo tabela që unë kam marrë nga gjithë kompanitë, kam thënë dua të zgjedh këtë filtrin që është kompanitë aktive. Në të njëjtën mënyrë mund të integrohem me AI models. Një nga produktet e tjera që është pjesë e par platform është AI Builder. Edhe mund të bëj përpunim me anë të inteligjencës artificiale dokumentave të ndryshme, për shembull, këto që janë të gatshme për mua, që domethënë nuk kam bërë asnjë lloj ndryshimi në sistem nga ana e AI. Kam 4 modele të gatshme që për shembull më të lexoj një kartë vizit, edhe më përdor këtë AI Builderin që unë ta skanoj nga aplikacioni im me low code, mund të përdor kamerën e telefonit timi, ta skanoj këtë kartë vizitën e një klienti të mundshëm, edhe ta hedh në sistem duke regjistruar si një klient timi ose si një lead, varet çfarë natyre ka. Pa shumë mund, themi nga ana ime, unë thjesht bëra një foto të dokumentit. Gjithë ajo data entry që do të plotësojnë dhënat, bëhet nga inteligjenca artificiale dhe unë i marr gati. Tani po të marrim njëjtin proces ta bëjmë në mënyrën klasike të kodimit, na duhet të dimë si të përdorim kamerën e një pajisje me gjuhën që kemi zgjedhur, JavaScript, .NET, Xamarin, çdo gjë e tjetër. Do na duhet të dimë si përdoret një kamera, si bëhet një përpunim që është shumë e vështirë themi. Kjo pjesa që na jep AI Builder, si mund ta përpunojmë një imazh për të bërë data extraction. Nuk është thjesht ajo optical character recognition, ka procese një pas njëshme që ndodhin automatikisht në këtë rast. Do na duhet pastaj të dimë si të lidhemi tek databaza jonë që në këtë rast është Dataverse, edhe si ta bëjmë këtë proces në mënyrë të sigurt edhe compliant, themi, që zbaton gjitha rregullat kompanisë tonë. Pra, me njanojmë që ai informacioni është publik pa dashje. Gjitha këto gjëra konfigurohen shumë lehtësisht në par platform, edhe çdo gjë që bëhet lehtësisht, dikush do të paguajë, domethënë. Që bëhet lehtësisht edhe janë të shtrenjta në përgjithësi si shërbime, sepse atë punën e programuesit dikush duhet ta paguajë. Ama ti mund të bësh diçka që do të donte muaj një programues çfarë do të quajmë të zbatoj ato kërkesat e tua, mund ta bësh në një javë me njerëz që nuk kanë njohuri teknike, por kanë njohuri shumë të mira të proceseve të tua të biznesit. Edhe pastaj mund ta marrësh dikë që ka njohuri shumë të mira teknike të bëj përmirësimin e atij procesi nga ana teknike, që të zbatoj gjitha politikat edhe proceset në të fundit të industrisë, që ajo të jetë sa më performante, të jetë sa më sigurt, edhe të sigurohet që kemi një cikël tjetër të aplikacionit menaxhuar, që do thotë kur unë shkruaj atë kodin ose bën ndryshimin, di me siguri në secili nga ambientet e mia, si i zhvillimit, si i testeve, si ai i prodhimit, productioni, ku kam gjithë përdoruesit e mi, di cili version është edhe a kam gabime të njohura apo jo. Të menaxhoni këtë procesin është shumë e rëndësishme.
Ti bëni në par platform, nuk e të shtuve në të dënë, nuk përshë ati punë. Në të njëjtën mënyrë mund të shtojmë edhe Business Central. Pra kemi Business Centralin si connector, edhe unë nga Business Central shumë lehtësisht mund të marr akses të këto dhënat që kam tek njëra nga instancat që më po zgjedh tani, pa patur nevojë të shkruaj kod që mund të lidhet me një API, siç është produkti i Business Central që ka API të veta për integrimet, edhe pa patur nevojë për patur njohuri teknike si të bëhen këto përshkruaj të kod. Unë thjesht po i them dua të marr këtë tabelën edhe këtë tabelën edhe këtë tabelën. Edhe pastaj do i kem në të njëjtën format siç kam tabelat nga produktet ndryshme që mund të jetë edhe SharePoint list, mund të jetë çdo lloj gjëje, vjen në një format që është i unifikuar për përdoruesin edhe ka më të lehtë për të bërë ato logjikat e biznesit. Siç kam të dhënat, kam edhe konektorat, domethënë që mund të bëjnë gjëra të thras funksione jashtë. Të thrasi funksione jashtë të ndodhi e kemi një në këtë moment. Pra mund të futem të aplikacioni im në këtë gjë që quhet Maker Portal, kur neve mund të krijojmë një aplikacion Canvas app, duke shtypur altin në një kompjuter ose optionin në një Mac. Unë e bëj interaktive këtë, ose mund t'i them play praktikisht, edhe mund t'a përdor aplikacionin sikur ishte në telefonin im. Ajo që doja t'rregojon, duhet vija tek kjo pjesa që bëj submit, që t'ju tregoj edhe funksionin çfarë bën submit. Kjo po thret pak të dhëna, po bën patch sales order, edhe po thret të dhëna nga integrimet që kemi me Business Central. Gjëja tjetër që po ndodh themi gjatë kësaj koha është që neve në momentin që ne themi dua ta mbyll këtë porosin, po i bëjmë post këtij sales order në Business Central. Edhe dua marrim ID-n e sales order që ne po punonim, që është ajo porosia tek tavolina. Pra kemi të dhëna kur Power Apps po thret këtë flow, këtë integrimin ton. Bëj disa vlera që post status do jetë njësh, pra dua ta mbyll atë porosi. Edhe kam një connector drejt Business Centralit që mund të thras një funksion që është ship and invoice. Domethënë kam këtë porosin tani dërgoje, për neve dërgimi është restorant, dërgimi është e mori praktikisht klienti e konsumoi në tavolinë produktin, edhe i lëshoj dhe faturën. Ky është funksioni i veçantë themi që neve nuk e thrasim drejt për drejt me konektorat e thjesht nga një Power Apps, prandaj përdorim Power Automatin si mjeti integrimit ndërmjet Canvas App edhe Business Central. Tani unë doja t'ikja shpejt edhe te kjo pjesa, sepse nuk është që dua t'ju jap bazat si bëhet një gjë apo një tjetër, dua t'ju tregoj pak gjërat më të thjeshta të mundshme, këto kutitë e vogla që neve mund përdorim. Pastaj në qoftë se juve jeni më të interesuar për të parë gjërat më në praktik, më shumë përdor një informacion për pjesëmarrësit që nuk janë shumë familjar me Business Central. Pra siç thash, janë dy hapa në krijimin e sales orderit, një është krijimi dhe e dyta nëpërmjet submitit që Betimi tregoi është edhe postimi. Mirë po postimi në Business Central po ashtu të shfaqet një dialog box që ti kërkon një input nga përdoruesi, nëse do të postosh vetëm shipmentin do të thotë thjesht redukto stokun. O do të postosh invoice-in më vete, pra pasi ke postuar shipmentin, apo dëshiron që ti bësh të dyja bashkë. Sipas legjislacionit shqiptar, ti do t'i bësh të dyja në të njëjtën kohë, pra edhe shipmentin edhe invoice-in do ta bësh në të njëjtën kohë. Megjithatë kudo, jo nuk është njëjti legjislacion në të gjithë botën, prandaj edhe Business Central e ka me opsione.
këtë gjë. Dhe duhet gjithmonë të jepet një input nga përdoruesi se çfarë je duke postuar, pra do t'i kesh të ndara apo do ta postosh shipment dhe invoice në të njëjtën kohë. Dhe ajo çfarë shpërbetimi ishte një functional consultant mund ta bëj që sipas legjislacionit shqipërisë që duhet i bësh të dyja edhe ti heq opsionet e tjera për shembull. Po, bëhet me konfigurime dhe ja lë përdoruesit. Pra, po ashtu mund të bësh dhe konfigurime nëse në Business Central për shembull dikush mund të ketë akses të postoj vetëm shipmentin dhe kjo është nëse ti ke një departament me vete që merret me warehouse-in dhe është financa që poston invoice-in, po nëpërmjet rolit ne arrim të konfigurojmë edhe se çfarë i lejohet përdoruesit. Po besoj në rastin konkret, duke qenë se është restorant apo bar, do bëhen të dyja në të njëjtën kohë, kështu që s'ka një warehouse po. Teorikisht me legjislacionin shqiptar në restorant ti duhet bësh një faturë për çdo porosi edhe pastaj bën një faturë të fundit për mbyllse për fiskalizimin. Po. Domethënë Varet, jo të gjitha kanë njësoj. Jo, kërkesa Porosi është nivel banakut. Po, duhet të fiskalizuar sipas kërkesave finale. Jo, edhe Okej, po tek, po i bie që në fund fare të faturën e zero se mund ka një rast tjetër që okej, ulemi lokal ne dhe marrim një kafe ujë në fillim. Po. Pastaj marrim dhe dikush ta një bot verë. Okej, u bën dy porosi. Dyja vjen të fiskalizuar, fatura e fundit nuk ka çfarë fiskalizuar, mund vjen total përmbledhës. Ka përmbledhës. Sepse janë të dyja të fiskalizuar përmbledhëse që referon të dyja. Ashtu është kërkesa, se i kam parë pjesën e restoranteve. Megjithatë në çdo restorant në Shqipëri të vjen e fiskalizuar fatura tek pjesa e... Po. Përgjithsisht. Është nga dhe termale të thjeshtë. Mos gënjej tani. Të vjen një fletë porosie, më shumë se sa një faturë fiskalizuar. Sepse më duat që të mbajmë edhe shumë kohë këto më shumë se sa duhet, domethënë. Pjesa e praktikës ishte ajo që unë sapo ju tregova. Tani nëse jeni kurioz, ta ndërtoni vetë një aplikacion përveç këtij pjesës kodit që ta merrni të gatshëm, domethënë. Ka një mënyrë tjetër që ju mund bëni këtë Happy Day workshop. Edhe linku që unë ju kam dhënë është self-paced, domethënë ju mund ta bëni kur doni nga shtëpia, edhe ka gjitha hapat të shpjeguara shumë thjesht. Ose ka edhe me trajner pastaj që mund ta bësh realisht brenda një dite. Kur e bën vetë është brenda një tetorar që ta quajmë. Është dita e punës. Është shumë interesante, është në 2022 që unë hapa kompaninë, e përdorja si trajnim për studentët që doja që të trajnoheshin tek Park Platform. I kam bërë internshipet paguara dhe gjëja e parë që bënin ishte Happy Day workshop. Isha unë, themi, ai personi që ndihmonte ta zhvillonin workshopin me sukses, edhe mbasi bënin këtë kishin një sfidë ose një provë, që ishte të ndërtonin një aplikacion shumë të ngjashëm me të njëjtat logjika si ato që shikon te ky workshop, por që në pamje të parë duket shumë ndryshe. Do të thënë, ata që kanë ndërtuar ishte një Pokédex për Pokémonet. Që të identifikosh Pokémonet të ndryshëm edhe ato aftësi të ndryshme që kanë kategoritë që kanë, që praktikisht kjo që është ky workshop është të porositësh makinën e kafes nga kompania që dua me këtë ngjyrën e dua që të ketë këtë lloj funksionalitetesh. Edhe ka procese që nuk i përmenda, por që i kemi pjesë e platformës. Për shembull approval, që unë dua porosit diçka, por një menaxher duhet ta aprovoj atë porosin time që ajo të zbatohet. Tani ajo approval engine është goxha e avancuar në Power Automate dhe integrohet shumë kollaj edhe në Business Central. Power Automate-in i keni, kush e përdor Business Centralin, e keni shumë të integruar temi brenda produktit, sepse mund të ekzekutoni këto flows direkt nga Business Central, por duke nisur një ekzekutim, domethënë ajo që i duhet Power Automate është thjesht një event ose një trigger për diçka, edhe pastaj ju mund të konfiguroni proceset në mënyrë të automatizuar shumë
lehtësisht. Edhe të integroheni me gjëra nga më ndryshme, me Gmailin, me shërbime të ndryshme që përdorin protokollin of data. Edhe është praktikisht bëheni, tani është ky linku i dytë që kam dhënë unë që quhet Integrating Business Central with Power Platform, edhe janë këshillat e Microsoftit për praktikat më të mira për të bërë këto lloj integrimesh, domethënë. Ai shembulli që unë ju tregova është një mënyrë për ta integruar, por nuk është tek praktikat më të mira për ta bërë. Por që është një mundësi. Shumë nga këto praktikat më të mira janë në preview, domethënë Microsofti vetë nuk i ka mbaruar akoma një produkt final që thotë që realisht këto janë të provuara që janë praktikat më të mira. Por është një bazë shumë e mirë për çdo kompani të vendosë ato praktikat e veta të brendshme, sepse zakonisht është mënyra si ka punuar Microsofti tek business applications që krijon këto zgjidhjet Center of Excellence, për shembull, tek CRM-ja ka bërë Center of Excellence për Application Lifecycle Management, edhe njerëzit mund ta përdornin si bazë për të ndërtuar ato proceset e veta të brendshme, si të menaxhojnë tërë ciklin e jetës një aplikacioni. Gjërat nuk janë aq të lehta sa duken, sepse zakonisht kemi zgjidhje që janë relativisht hibride, sepse kemi nevojë edhe për Power Platform, edhe për shërbimin e Azure, ndonjë Azure function ose ndonjë proces, Azure job që mund të zgjat më shumë se sa duhet, sepse platforma për shembull CRM ka një limit 2 minuta për proceset që janë sinkrone. Domethënë nuk të lejon ta bllokosh përdoruesin më shumë se 2 minuta në pritje. Sa herë ke atë lloj situate, duhet ta bësh një proces të jashtëm diku tjetër dhe të marrësh një njoftim ose të implementosh teknika ndryshme për të marrë atë rezultatin në një kohë më të gjatë se sa 2 minuta. Asigron funksionin e Azure. Po. Për gjithë ato përdor. Integrimi në Azure për shembull nga një CRM është relativisht i lehtë, ka mënyra shumë të ndryshme. Problemi që ka CRM-ja, unë mund t'ju flas më shumë për CRM sepse aty jam i specializuar, është për shembull që ka 10 mënyra për çdo lloj problematike që ju doni të zgjidhni te aplikacionet tuaja, ka 10 mënyra që mund të zbatohen. Zakonisht 8 janë që thjesht të bëjnë punën, por kanë shumë limite. 2 pastaj janë ato që ju do të zgjidhni në varësi të nevojave të kompanisë ose në varësi të qëndruarit pak më koherent. Për shembull, qoftë kam zgjedhur rrugën e JavaScriptit për të bërë disa nga funksionalitetet që ka isha nevojë, do zgjedh edhe për diçka tjetër JavaScriptin, edhe jo business rules ose diçka tjetër që bën të njëjtin funksionalitet, por thjesht dua të ri pak më koherent me natyrën e ndryshimeve që unë kam për sistemin. Tani ky linku është goxha me vlerë për mendimin tim, nëse doni të bëni integrime. Shumë nga gjërat duket sikur janë për zhvillues, por në të vërtetë e mira e platformës është deri para një viti themi shitej si Power Platform në vetvete dhe këtu po flasim për integrimin e dy platformave, Business Central dhe Power Platform CRM. Shitej si platforma no code, low code. Po të keni ndjekur pjesën e Ignite, ose më mirë Power Platform Community Conference në Las Vegas, që ishte pak më herë. Ai themi drejtori i Business Applications, që tani quhet AI and Business Applications, tha pse Microsofti kishte investuar në vitet e fundit fuqishëm te kjo pjesa low code dhe no code, thoshte low code is dead. Sepse realisht ka patur një ndryshim të natyrës të zhvillimit nga low code në atë që është vibe coding ose agentic AI
Të më thënë, gjithë ideja është ka kaluar nga një diçka që bëhet me kodin Power FX me këtë që kuptohet kollaj nga gjithë, në hajde ta përshkruajmë me gjuhë thjesht. Dhe kopalët në zgjidhur. Edhe kemi realisht në par platform kanë integruar agent të ndryshëm, do të thënë kur ti po bën kërkesat, ke një agent që është si solution architect, ke një agent që është i specializuar për data entry, që të gjeneroj ato dhënat bazë, të ndihmoj për pjesën e tani ti po ndërton një aplikacion për të menaxhuar pjesë këmbimi për makina. Zakonisht pjesët e këmbimit ka nevojë për këtë numrin serial, ka nevojë për këtë lloj për masash që ti përcaktosh, dallohen këtu, edhe janë gjitha njohuri që Copilot edhe chatbotet përgjithësi i kanë, sepse janë trajnuar tek baza dëna shumë të mëdha dhe kanë njohuri që shumë nga ne nuk i kanë, se nuk kemi atë njohurinë, e kemi me inteligjencë, por e kemi më të limituar. Domethënë, zakonisht njerëzit kanë jetën goxha të numëruar, domethënë nuk kanë mundësi të specializohen në gjitha fushat e mundshme dhe të lexojnë gjithë librat e mundshëm edhe të njohin çdo sistem që është krijuar. Ndërkohë që AI praktikisht bazat e veta e ka patur në hajde të përpunojmë gjitha këto dhëna në të njëjtin sistem. Pra ai ka atë tek baza e informacionit të vet, ka çdo lloj gjëje. Specializimi edhe nevoja për një konsulent timi tek këto lloj shërbimesh është tek ta bësh ta fokusosh përgjigjen edhe dijet timi edhe proceset që ti pret të ndihmoj AI tek ajo gjë që ti realisht ke nevojë, domethënë të heqësh tërë zhurmën. Ajo është aktualisht temi është ku industria po shkon. Domethënë një programues i mirëfillt siç jam unë mund të ndihet pak i rrezikuar në një farë mënyrë nga AI. Në të vërtetë nuk duhet ndihemi të rrezikuar, duhet ndihemi, domethënë AI në fund të fundit është një algoritëm statistikor, pra do të japi ca informacione që janë shumë të përgjithshme dhe neve duhet që ta vlerësojmë nëse ajo përgjigje që na dha përputhet realisht me kërkesat tona apo jo. Sepse nëse ka 1000 mënyra ndryshme për të përgjigjur asaj pyetjes, ajo përgjigja do jetë 1 nga 1000 dhe nuk do jetë aq e saktë, sepse nuk ka një inteligjencë që ta vlerësoj cilën nga ato 1000 duhet zgjedh. Sepse të 1000 janë të vlefshme në mënyrë të përgjithshme, ose kur duam që ta vlerësojmë realisht, ajo që bëhet është një specializuar do vendosi ato hapat e përpunimit mbas rezultatit paraprak, të bëj atë retrieval augmentation edhe të bëj procedura tjera të kodimit AI që të vlerësoj cila nga ajo përgjigja e parë që na dha 1000 të mundshme, pastaj ta pasuroj akoma më shumë procesin me ta ndihmoj AI të zgjidhë realisht atë siç do e zgjidhnim ne. Ajo pastaj është ku është aktualisht industria, domethënë. Edhe Microsofti me Power Platform edhe me business applications në përgjithësi, domethënë jo vetëm Power Platform, por edhe ERP, ka Microsoft MVP që janë AI ERP, domethënë nuk ka më Navision ose Dynamic GP që ka qenë një pak prehistorik si titull, por tani ka AI ERP, domethënë të aplikojmë inteligjencën artificiale tek këto pjesa e financës edhe enterprise planning praktikisht, që është ERP. Mendoj që kam folur shumë, këshillat e fundit janë këto këtu, që nuk kanë shumë lidhje me temën specifike, por kanë lidhje me atë që neve bëjmë
si vajzat këtu me grupin e Business Central, si unë me pjesën e Platform User Group Albania. Praktikisht duhet jemi sa më aktiv në komunitet, sepse si që vini re, asnjëri nuk ju kërkoj të paguani parat temi për të marrë pjesë te ky bashkëbisedim. Po ndaj eksperiencat e mia të punës edhe njërit e mia me kënaqësi, domethënë, dhe është aktiv, si është pika 2, është që ka mënyra ndryshme për të qenë aktiv. Nuk është e thënë që duhet bëni prezantime, siç po bëjmë. Edhe ta dini që unë jam jashtë natyrës time kur bëj prezantime, domethënë unë jam programues. Programuesit zakonisht janë kështu, duan të mbyllen në i dhomë vetëm edhe të mos i prezdis njëri. Se ne bëj shumë klaustrofobike fare, e mjes dhe si gjithë tjerë. Me që se po diskutonin për të qenë aktiv, mendoj që gjithë secili nëse ka ndonjë eksperiencë me Power Apps, sigurisht në lidhje me Business Central, mund ta ndajtuni edhe nëse keni. Mendoj që me që kemi dhe Edvinin dhe Jodin nga Akshi, tani, okej, ndoshta është pak më ndryshe sepse është government dhe... Të mirë, po që në gjithë dhe. Okej. Mirë se ju gjej. Mirë se aktualisht, ka përdorim të Power Appsit për institucione të ndryshme? Okej. Ne dhe përgjithsisht jemi paksa jashtë skopit të pjesës së biznes o pjesës financiare që ka sugjeruar si platformë, sepse ne kodojmë përgjithësi për government dhe kemi shërbime ose API të ndryshme që ndërtojmë për klientin ton primar i cili është shtet. Power Appsi ka filluar, po themi rreth 2-3 vite më parë. Dhe kanë qenë IT të ndryshme në institucione të cilët kanë zhvilluar aplikacione të vogla për nevojat e tyre. Çfarë nuk kupton kjo? Ka patur po themi aplikacione për të ndërtuar një formë, le të themi për aplikimin e leve vetëm për atë institucion. Marr si shembull, ose aplikacione që mbanin vetëm një stok ose le të themi pajisjet të cilët merrin secili prej punonjësve në institucion që i merrin le të themi që i kishin në përdorim. Pra, nëse po themi që kam laptopin, kam tavolinë e zyrës, ato të gjitha mbajnë një inventar dhe ky inventar normalisht shënojnë në Power Apps. Besoj që shumë institucione paketën Office, pra janë paketa Office sigurisht, teknologjia doja të thoja që janë pjesë e teknologjisë të Microsoftit dhe rrjedhimisht mund të kenë edhe pjesë edhe licenca të përfshira ndoshta që mund t'i përdorin. Ideja është që shumica e licencave që ka shteti shqiptar. Unë kisha një pyetje për licencat. Jemi partner me Microsoft, kështu që normalisht. Po që shumica e shërbimeve që përdorin zakonisht janë tek Microsoft 365, domethënë Office, SharePoint, edhe pak a shumë limitohen aty. Të këto business applications që kanë lehtësirat e veta, në përgjithësi, siç është edhe vetë rregull, domethënë edhe shteti duhet përshtatet me rregull edhe janë shërbime relativisht të shtrenjta për vlerën që ne mund të marrim nga ato. Nëse jemi treg shumë i vogël për të përdorur një faqe të bërë me Power Pages që kushton 200 euro minimumi në muaj. Ndërkohë që ti me të njëjtën mund të arrish njëjtin rezultat duke bërë me një WordPress që kushton 10 euro, 15 euro në muaj. Për do të thonë nevojat që kam, kupton? Okej. Pjesa e faqeve në Power Apps nuk është me Power Pages, nuk është në skopin e detyrisë së programimit, kështu që jo vetëm pjesën e ndërtimit të tyre, por edhe pjesën e kostos, që kolegu e tha që kostojnë shumë. Kurse në pjesën e zhvillimit pastaj ne përgjithsisht ne tentojmë vetëm me WordPress, po me open source janë të CMS të ndryshme, por me parapraktikisht vetëm ndërtojnë nga zero. Se kjo që thotë pak $10, do duket se ato thimet që mund të blejnë, ato të gjitha kanë probleme. Me them domethënë se sa që ka mundësi që shpejt te klient ose në takime të ndryshme që thimet që blejnë, sjellin gjithmonë disa avantazhe në brenda. Sepse mund të një zhvillues i cili ka ndërtuar sot ato thimin, pastaj pas disa kohësh e ka abandonuar si projekt atë. Nëse ne vendosim ose marrim një po themi marrim sot si ta vëmë në punë do të punoj sot. Pas X kohësh do të kemi probleme me anën e sigurisë së saj, e cila mund të komprometoj faqen, mund të komprometoj deri në website dokumentat që ti kanë atë faqe. Kështu që gjëja më e mirë është nëse dojnë të bëni diçka, fillojnë nga zero dhe nëse nuk duket e bukur fare, me një tëmëlet të thjeshtë. Më brapa pastaj vazhdon progresi. Është pak a shumë si logjika me Power Appsin. Në fillim dojnë të zhvillonin pak një gjë të vogël, marrin Power Appsin.
Na pëlqen shumë dhe ne jetja më shumë për të punuar me programim, i futem programim. Kemi .NET, kemi gjuhë të ndryshme. Po, për shembull tek Power Apps, këto risit e fundit janë që mund të bësh këtë web coding që po thënë që ti shpjegon çfarë do ta vish me aplikacionin dhe AI do të gjenerojë tërë kodin me një strukturë sipas standardeve të industrisë temi, që përdor shërbimet e par platform, sepse prandaj atë do të shes Microsofti, por që të jep kod të shkruar në JavaScript për shembull në React.js, edhe Njëta gjë edhe për Business Central. Pra, pavarësisht të shitet që një konsulent mund të po ne dim që realiteti nuk është. Të paktën sot nuk është, unë nuk besoj që mund të shkojmë përdorim vibe coding, pra unë shkoj t'ja them me gjuhë të thjeshtë dhe më pas atë ta kem gati për ta përdorur në production. Shiko, unë thash që bëj shumë aplikacione open source, edhe ftoj këdo që është ja pasionuar mbas vibe coding, shkoj të përmirësoj atë aplikacionin që kam bërë. Unë vuaj shumë te pjesa e dizajnit për shembull. Vibe coding është super tek pjesa e dizajnit. Le të bëjnë pull request, ta përmirësojnë atë produktin, ta rrisim atë made in Albania akoma më shumë domethënë ta forcojnë. Do të theksoj diçka që, okay, kjo vibe coding themi që është më mirë, por çështja është që AI ka akoma halucinacione. Ju do të trajnuar modelet që të kuptojnë logjikën se si ne e mendojmë dhe si e shprehim kërkesën dhe pastaj të ekzekutojë dhe ta realizojë sa më mirë atë që ne themi. Kështu që normal që jemi në progres. Si ti do kishte interes Për shembull, të bënim ndonjë gjë. Tani fiks në këtë gjë që sapo tham, në shkurt unë do shkoj në Prag praktikisht edhe do flas për një temë që është 99% ajo, domethënë si të sigurojmë që ai kodi që AI na ka gjeneruar është i saktë. Sepse specializimi im themi në programim është tek testimi automatik i kodit. Edhe tek cikli jetës një aplikacioni. Tani duke aplikuar këto teknikat e testimit automatik dhe ciklit jetës aplikacionit, ne mund të marrim këtë kodin që na gjeneron një inteligjencë artificiale që ka halucinacione, edhe mund ta Nuk është e keqe, Jo, halucinacione ka. Po, edhe mund ta ekzekutojmë disa herë derisa ai testi që ne dhe kemi shkruar të bëhet jeshil, të kalojë. Të përmirësoj vetë. Pra e themi AI ma sugjerove diçka, okay, tani ekzekutoje pak testin, është çdo gjë e vlefshme sipas kërkesave që unë kam shkruar tek testi. Nëse jo më sugjero diçka tjetër, edhe ajo vazhdon, është një proces përmirësimi i vazhdueshëm që arrin tek qëllimi yt kryesor që është zgjidhësh një problematikë caktuar, edhe ka dhe një farë standardi kodi sipas asaj që ti dëshiron. Për ta përlidhjen dhe me çfarë prezantuam sot, a mund të shkojmë përdorim vibe coding për të ndërtuar ata para appsin? Po, domethënë deri në sa përqindje mendon që është rezultati? Shiko, është në public preview, por ju mund të bëni ose një code page, ose një gjë që është integruar te ky Canvas app. Domethënë ose mund ta bëni komplet të shkëputur nga Canvas app, por që përdor çdo gjë që ju përshikoni aty, po nga ana kodit, ose diçka që është ndërthurë. Domethënë disa pjesë janë Canvas app, disa pjesë janë kjo vibe coding. Sepse fuqia më e madhe që ka par platform përgjithësi është çdo gjë ka hapësira përmirësimi që t'i jep Microsofti. Domethënë ti mund të bësh çdo gjë me low code, ama kur ti arrin atë limitin e platformës, ke përherë diçka që ti mund ta zgjerosh me kod, domethënë mund të shkruash një gjë tjetër që unë jam specializuar që në PCF Components, para Component Framework, që ti mund të shkruash një komponent caktuar si ato që po shikonin tek Power Apps, tek Canvas app, për shembull një buton, po mund ta shkruash me kod që të ketë funksionalitete më të avancuara. Për shembull, ai butoni mund të lidhet me një shërbim socket, Signal R, socket IO, diçka që është në real time, edhe mund të çaktivizohet sa herë e shtyp dikush tjetër në një vend tjetër
brenda kompanisë, në vend tjetër, në shtet tjetër, pa rëndësika. Pjesë e komponentit, do të thënë se përdoret shpesh kjo. Pjesa e komponentit që këto që po ndërton, po themi dizajni që kolegu do bëjt aty butonit, aty API, këti funksionet do të ndodhi vetëm ta ketë vetëm në këtë environmentin tonë, pra PowerApps-in që nëse ne jemi të dy grupë bashkë dhe punojmë, do mund ta marrë dhe unë të një komponent ta përdor dhe unë ta thras dhe unë për API-t e mia ose për API-t jo të mia, por të gjithë kompanisë ku ne jemi bashkë. Nuk kuptohet që nëse ne po themi një grup, një tim që ndërtojmë punojmë me PowerApps, mund të ndërtojmë komponentet tona që na duhen. Nuk kemi zënë, po themi kemi business rule, kemi 10 komponentë. Një do gjeneroj faturën, tjetri do gjeneroj dërgesën me email, po themi të porosisë juaj etj. Gjithë ato komponentë që ne ndërtojmë mund të shkojnë dalë nëse janë aplikacionet e PowerApps që ne ndërtojmë. Gjithmonë brenda skopit dhe brenda asaj pjesës së kompanisë ku jemi user binare. Tani se diskutime shumë gjëra, ne ndoshta mund të vazhdonim pafundësisht, por sidomos për këtë pjesën në AI ose vibe coding ose agjentët, sidomos që së fundi po përmendojnë shumë edhe për Business Central. Nëse do ketë interes, ne mund të bëjmë edhe ndoshta mund ta bëjmë edhe një form workshop, pra që të jemi secili me laptop, pra që të punojmë diçka më konkretisht, nuk e di sa është interesant. Po përdor dokument të zhur AI për të analizuar faturat e hyrjes dhe kemi reduktuar stafin e një departament finance nga 14 veta në 4 veta, duke qenë se kishin 4.000 fatura deri shpërndarë në 5 kompani të grupit. Ka qenë sfidë, kemi përdorur normalisht dhe Power Automate, se kishim inbox të ndryshme për kompani specifike, optical recognition, kemi përdorur dhe Continuum patjetër. Po fokusi ishte për të analizuar dokumentat si e tatshme dhe për të këpluar në BC, duke qenë se unë jam e profilit të Business Central, me që të ka qenë shumë interesante. Projekt jashtë sepse kosta e dokumentesh orare shumë e lartë, veçanërisht për kompani qytetare, se që është e papërballueshme. Megjithatë, kam rastisur dhe në kompani që janë të gatshme të investojnë më tepër, duke pasur saktësi të madhe, më të duket e çuditshme, po qoftë se ato statistika që përmenden nga kaq persona tani ajo procesi bëhet më shpejt. Gjithsesi, okay, se mendoj që mund të kemi shembuj nga më të ndryshëm. Shumë faleminderit betimit. Unë e ktheva prapë te kjo slajdi, domethënë se po të kërkoni këtë Appin a Day workshop, është kjo ideja X in a Day, domethënë ka gjëra të ndryshme, workshope ndryshme që ju mund bëni brenda një dite. Unë ju kam vendosur Appin a Day sepse lidhet drejt për drejt me aplikacionin që ne pam, domethënë që është kjo e porosive në një restorant. Edhe do shikoni që po ta ndiqni këtë workshopin, ato njëri që ju merrni tek ajo, edhe pse është për porositur pajisje ndryshme, po ai galeria, filtrimi edhe gjithë ato komponenta që përdoren aty janë shumë të ngjashme me këtë që kemi bërë këtu. Thjesht databaza është Dataverse, këtu databaza është Business Central, por janë detaje shumë të vogla, domethënë edhe tregojnë atë lehtësinë që të ofron platforma. Për herë duke ditur te pjesën që thash se ka lehtësi, ka edhe kosto fshehura të dikush do të paguaj për punën që është bërë. Domethënë sa më lehtë jetë, aq më shtrenjtë do jetë. Ka persona që nuk kanë shumë njohuri teknike dhe që nuk kanë shumë formim nga programimi, kjo të shërbente absolutisht. Ajo është pra ti e sakrifikon edhe koston për të marrë një lehtësi tjetër. Ajo që sa po the është praktikisht pjesa që shet. Domethënë alternativat janë ose do ke një person që nuk di të programojë, pa ma ka njohuri shumë të vlefshme për biznesin tim, mund të ketë njohuri etike realisht për biznesin, që mund të ma zbatoj këtë gjë dhe pastaj mund t'i përmirësoj proceset edhe me zbatimin e AI, siç po thot Valza. Por alternativa tjetër është që ti nuk e bën atë sepse thua ka kosto shumë të mëdha dhe ishte realisht një proces etik për biznesin tënd dhe biznesi yt vdes dal ngadal sepse nuk ka nuk ndjek dot kërkesat e tregut. Po duhet qenë se kërkesat e tregut sot, pra tregu është shumë dinamik, kështu që biznesi i duhet përshtatet gjithë kohës. Edhe kjo është një mënyrë e shpejtë për të përshtatur. Që edhe ky investimi i kthehet pastaj, kështu që zhvillimi klasik, edhe duhet ta dini ju më mirë se ne sepse po thoni që bëni shumë gjëra. Po, e bëm nga zero.
ka këtë problemi, domethënë që do kohën e vet për të zbatuar. Ama ti je komplet në kontroll të rezultatit. Domethënë në momentin që ti arrin qëllimin, ti zotron çdo detaj të atij aplikacioni. Ndërkohë që në një platformë ti ke bërë atë që quhet vendor locking. Domethënë ti je shumë i varur ndaj Microsoftit. Ama Microsofti është një kompani triliona dollare që nuk e ka idenë fare kush je ti. Kështu që ai do ndjeki ato planet e veta. Mindset i zhvilluesit është shumë i rëndësishëm, duhet gjithmonë atë. Nëse nuk është ai, atëherë nëse nuk kupton mënyrën se si funksionojnë proceset e gjithë logjikën e rrjedhën e punës, absolutisht që pra është baza njërë. Duhet të kesh ato njohurit, pastaj të thjeshtësosh gjërat në këtu. Secili rol ka atë rëndësinë e vetë, si po thoya, dhe në thënë zhvilluesi është shumë i rëndësishëm, sidomos nëse ka edhe atë personin që po thonin që ka njohurinë e biznesit, ka një shumë mirë proceset e biznesit, por nuk di të kodojë. Nëse neve ndërlidhim kollaj njërin me tjetrin, edhe kjo platformë atë synon të bëj praktikisht, edhe vibe coding po synon të bëj këtë gjë, që ti ta ndërtosh aplikacionin, sepse ke parë Netflixin që shfaq një farë mënyrë themi kategoritë ndryshme të filmave, edhe di ta shpjegosh që dua të shoh filma të ndara me kategori të bëra kështu, edhe ai ka parë AI themi ka studiuar 10 shërbime ndryshme që janë të ngjashme me Netflixin, edhe do të japë një rezultat që është shumë i ngjashëm me çfarë ka Netflix. Edhe po e bën në një person që nuk di të kodoj. Ama pastaj mund të vi dikush që di të kodoj dhe thot shumë bukur e ke bërë, më pëlqen edhe ideja e bazë themi e procesit. Tani hajde futemi tek pjesa e të rrisim performancën e sistemit. Bëjmë realisht Netflixi që të mbajmë miliona përdorues online. Qa kemi nevojë? Kemi nevojë për shumë servera, kemi nevojë për algoritme ndryshme të cilësisë shërbimit të rrjetit. Janë gjëra që ata e kanë bërë, pastaj nëse ti do të futesh tek ajo industri dhe tek ajo janë problematika specifike të industrisë që mund të ndihmojë AI, por nuk do t'i zgjidh dot siç të zgjidh pjesën e kodimit, sepse ajo është diçka që është publike dhe është ajo që njerëzit shohin drejt për drejt. Ndërkohë që gjërat që janë pak më private, tipit protokollet e komunikimit që përdor Netflixi për ta bërë më eficient themi atë shpërndarjen e rrjet, ose gjëra shumë ngjashme, zonë kam studiuar edhe rrjetet, praktikisht edhe di çik më mirë nga ana teknike. Ato janë pak më të vështira për AI të gjejnë, sepse nuk është krijim, AI është statistik. Në thënë, duhet ta ketë parë diku. Do të gjej bazuar në ato, dhe protokollet e asaj të komunikimit. Mund të bëj krijim tek pjesa që unë mund të hedh një zar PCR, kanë kombinime të caktuara që mund bin, edhe kur të hedhi zarin edhe del dope 6 atime edhe thua, o, shiko çfarë bëri AI. Ai thjesht po hedh diçka dhe ti po artificiale imitimi i inteligjencës njerëzore është, kështu që po është pak më komplikuar. Është ideja që është imitimi i inteligjencës, është thirrje informacioni. Po, është si që po të jetë alternativa dhe ti po e përdor inteligjencën tënde për të vlerësuar ajo alternativa që da, është e saktë apo jo. Po të marrë një analogji që më duket shumë ofenduese për njerëzit, po është sikur të kesh një person që është ignorant në një fushë të caktuar edhe thjesht thot, ok, tani do bëjmë do votojnë deputetët para, pastaj sekretarët. Ke parasysh, thot, s'bën sens si do votojnë sekretarët. Ok, do votojnë vetëm deputetët. O, shiko, tha diçka inteligjente. E ti që pa vlerëson është apo jo në përputhshmëri temi me kërkesat e tua. Ama AI këtë gjën që mund të votojnë themi deputetët, po mund të votojnë edhe antarët e kabinetit qeveritare për një gjë të caktuar. Këtë gjë mund mos e kishe menduar e AI ta jep si alternativë dhe thua, oh, shiko, kjo që e ka bën sens. Hajde ta vlerësojmë tani ta zbatojmë. Asi trajnuara informacionet e hedhura.
Kjo për shembull mund të ishte që nuk ishte asnjë nga informacionet, ishte një nga ato halucinacionet. Dhe pastaj filloi kënga film. Por mund të ishte, po që mund të bëj sens, domethënë jo çdo halucinacion i AI është i gabuar. Mund të bëj sens, mund të mos i ketë shkuar mendja asnjëriu dhe thua shikoj që ka inteligjente sepse nda këtë zgjidhje. Realisht është thjesht statistik, domethënë është unë po zgjedh një nga këto gjëra që duket sikur bën sens sepse peshat që unë kam të algoritmin i vector database më thonë që kjo gjëja është e lidhur sepse po flasim për kapele, po flasim për gjake. Rautin e caktuar. Po. Domethënë AI në vetvete ka thjesht pesha. Domethënë merr fjalët e tua, lidh par platform, programues, konsulent, po flasim për të gjë që po flasim sot. Edhe filtron themi rezultatet e databazës që flasin për këto gjëra. Tani unë t'jap një gjë që përputhet ka afinitetin më të madh me ato që ti po shkruan, edhe me siguri dhe diçka që bën sens. Kështu funksionon AI. Ti e vendos. Kjo është një temë që ti e vendos pastaj. Po, bën sens apo nuk bën sens? Ua, që ka inteligjent ose jo e bëre gabim. Më fal, them përgjigjet, se ashtu është koduar. Mund të bëjmë më mirë. Po bëjmë në katë më falë se kam për gabim. Po të mos humërizim. Ja. Si shtash kjo tema e AI është. Shpresoj të jeni kënaqur temi me prezantimin. Shumë faleminderit Betim. Mos më shani kur dilni jashtë, më shani që tani po si se keni kështu. Shumë faleminderit të dyve. Siç po thoja për këtë pjesën e AI dhe sidomos për Business Central, duke qenë se ne jemi të fokusuar në rast se mendoni që është me vlerë që mund të bëjmë ndonjë aktivitet tjetër ose edhe workshop. Pra mund të jemi me laptop edhe ndoshta mund të jemi edhe një grup i vogël e të tjerë, mund të na shkruani. Okej?